Hoxhë, si ndikon vezvesja dhe ankthi në jetën e përditshme të besimtarëve? Edhe vezvese si vezvese nuk është e së njëjtës kategori tek njerëzit. Allahu subhanahu wa taala e ka thënë në surën Nas, ma yuwaswisu fi sudurin nas, ajo që bën vezvese, pra në gjoksit e njerëzve, prej gjinëve dhe prej njerëzve. Kur themi për vezveset, pra se vezvesja çka do thotë? Vezvesja është kethratu shek. Është me pas shumë dyshim. Me pas shumë dyshim, kjo është ma vezvese. Edhe vezveset më të mëdhoja që ka njerëzit i kanë në adhurim, ibadet. Kanë pegesa për praktikimin e fesë më të madhe. S'kan mundësi të falin namazin në xhamat, s'kan mundësi të lexojnë Kur'an, pra derisa vjen në një çmenduri. Pra shumë sulme që i kanë mendore dhe me vezvese, i kanë njerëzit për çështjet e fesë. Gjithashtu kanë edhe në lidhje me më thënë dyshime të shumta që jepen për bashortet e tyre ose e kundërta. Tradhtia. Ku mendon se bashorti e tradhton. Edhe vetëm e sulmon bashorten e tij se ju e tradhton. A normal kjo është edhe prej se vezvesja në Islam është vepër djallëzore. Është punë e shejtanit, po që përmes të cilës e shkatron njeriu dhe e lodh psikikisht. Kështu që këto probleme tash në kohën e sotit janë me të madhe, janë shumë. Edhe nëse dikush na pyet po shkaku i gjithasaj, normal pa pikë dyshimi se njeriu për të ardhur deri në këtë gjendje, çdo herë janë gjunahet, janë mëkate, ta kupton? Mëkate përsëritje e gjunaheve dhe me kalimin e vet kohës pastaj njeriu vjen në këtë hall, në këtë gjendje dhe është një luftë e brendshme, të cilën ai duhet ta bën. Se askush nuk futet në trupin e tij për të këtë keq që t'ia largon, po është një luftë që ai duhet ta bën. Normal ne këto njerëz i këshillojmë siç kanë këshillu dietarët, siç thotë Sheikh Uthemini, duhet ta bënë kundërtën e asaj që i vjen si vezvese. Pra mos t'i shkon përballë vezveses. Mos të mbështetet, mos ta merr atë si argument, po e kundërtën ta bën. Edhe sa më shumë istighfar, sa më shumë dhikr, sa më shumë përmendurit Allahu subhanahu wa taala, lexim Kur'anin, pse? Edhe sa më shumë me njerëz të cilët u flasin. Dhe këto sa më pak me fol, sepse njerëzit vezveseli nuk janë njerëz të cilët vujnë ato vetëm, po i çojnë edhe familja të vujnë. Se këto shumë u folin familjarëve në shtëpi. Çfarë që mu folin sa që e lodhin këtë familjen, se këto snale shumë folin. Shumë folin e përsërisin pa ndërprer ato problemet e tyre. Tamam? Se unë me të fol për një gjë, një herë, dy herë, e pastaj tamam, më tregove ma. Po me të fol njeriu 10 vjet, 20 vjet, për një, do të them me ti përsërit gjërat. Ti lodhesh psikisht. Edhe kjo pastaj sjell divorcin. Kjo sjell shkatrimin e familjes, sjell largimin e anëtarëve të familjes. Kemi raste ku për shkak se e kanë çuar në klinikë të psikiatrisë personin, familjarët e kanë lënë atje dhe askush nuk ja kthen më fytyrën. Thanë, do të thonë kanë lënë atje se janë lodh. Edhe nuk kanë marrë familja, pastaj na telefonon te neve. A familja nuk merreshin me atë. Do të thonë kur ma familja lodhen prej tij, se është me vërtet është e lodhshme dhe janë njerëz që i lodhin. Edhe ne u themi muhabete, jo ma pak muhabete, mos përsërit fjalët, është një luftë e brendshme që duhet të bëhet me dhikër, sepse sa më shumë, do të thënë që unë të foli tash për moment, turri yt është i koncentruar, është ti ndëgjon fjalët e mia dhe i koncentruar në fjalët e mia. Dhe për moment ti nuk mundesh të kesh sulme psiqike, sulme mendore. Po ti kur je vetëm, të vinë çfarëdo mendime, pa ndërprer përsëriten. Pra duhet me xhamat me njerëz të shëndosh, me njerëz pozitiv, me njerëz optimist. Duke përmendur sa më shumë Allahun, duke lexuar sa më shumë Kur'an, duke bërë sa më shumë dhikr, edhe Allahu subhanahu wa taala u largon të gjithë këto këqija të cilat kanë, është një smundje e rëndë, është normal, është një smundje e rëndë që do edhe pagës kohë për largimin e kësaj të keqe.